Një nga evenimentet më të rëndësishëm të ciklizmit Giro d'Italia zbarkon në Shqipëri ku për 3 ditë radhazi me 9, 10 dhe 11 maj 184 ciklistë do të përshkruajnë itinerarin e përcaktuar në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Policia e Tiranës ka bërë publike rrugët që do të bllokohen në mënyrë që qytetarët të shmangin lëvizjet me mjetet e tyre në këto akse pasi do të bllokohet qarkullimi. Ndalimi i lëvizjes si dhe parkimit të mjeteve është përcaktuar me fasha orare nga ora 8 mëngjesi deri në orën 18:00. Ditën e premte qarkullimi nuk do të lejohet nga fshati Gracen deri në Sauk për të vijuar më pas në bulevardin Jean d'Arc, rrugën Elbasanit dhe akset në afërsi të qendrës deri në zonën e Freskut. Ndërkohë policia ka përcaktuar dhe disa akse të tjera alternative për kalimin e makinave. Bllokim të automjeteve do të ketë në datën 10 maj. Kryesisht rrugët e bllokuara janë në afërsi të qendrës, rrugës Elbasanit e deri te Gzogu i Zi. Të bllokuara do të jenë dhe rrugët lidhëse në këto zona. Evenimenti Giro d'Italia ndahet në 3 etapa. Ai nis në datën 9 nga Durrësi drejt Tiranës, në datën 10 ciklistët do të garojnë në kryeqytet, ndërsa etapa e tretë të dielën 11 maj zhvillohet në Vlorë. Edhe pse kjo e diel përkon me ditën e zgjedhjeve parlamentare, policia shprehet se përmes rrugëve alternative do të sigurohet që çdo qytetar të mos pengohet drejt qendrave të tyre të votimit.